Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Po të Flas. Sot do flasim për kujdesin dhe higjienën orale tek fëmijët. Për këtë arsye kemi të ftuar Maria Dupi, stomatologe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë episod. Përshëndetje, kënaqësia është ime, mirë se u gjeta. Faleminderit. Atëherë diçka për veten tuaj dhe eksperiencën tuaj që ju keni në këtë fushë. Atëre, unë jam dentiste prej 8 vitesh, tash në treg, zotëroj klinikën time personale, ndërkohë merrem edhe me fëmijët që jam e fokusuar ke stomatologjia për fëmijët, dhe këto që jam e fokusuar më tepër. Sigurisht që merrem dhe me adultët, po fëmijët I kemi çik kështu si më për zemër. Ndoshta edhe për këtë arsye ju kemi përgjegjur për të qenë dhe për të trajtuar këtë temë të sotme. Ka patur shumë pyetje dhe shumë interes për këtë temë, prandaj edhe sot vendosëm ta trajtonim në këtë podcast. Kur duhet të jetë momenti fillestar ose kur duhet të jetë fillimi për kujdesin tek dhëmbët për fëmijët? Atëre, fillimi I kujdesit të dhëmbëve tek fëmijët fillon që me daljen e dhëmbëve të parë të qumshtit. Është rreth moshës 6 muaj. Plus minus, sepse çdo fëmijë varet edhe nga zhvillimi, herë dalin më herët, herë dalin më vonë, por rreth asaj moshe fillon kujdesi I parë. Do theksoja edhe kujdesin para kësaj moshe, që dhëmbët nuk kanë dalë ende, por fëmijët ushqehen, qoftë me biberon ose qoftë me gjy. Pas këtij procesit, mirë është që të kryhet një higjienë e mishrave të dhëmbëve, qoftë me një garë serile të lagur ose thjesht me ujë. Pas kësaj, domethënë, ne kemi një gojë më higjienike tek fëmijët, më pak inflamacione dhe mishra më të pastër të dhëmbëve. E qartë. Po vizita e parë tek dentisti. Vizita e parë ke dentisti fillon në moshën 1 vjeç. Jo detyrimisht për të kryer trajtime ose për prishje ose për pastrime gurzash, por më tepër është për prezantim. Domethënë vin fëmia ke dentisti që të ambientohet me vendin, me poltronin, me pajisjet, është më tepër ajo prezantimi I parë që kryhet me dentistin. Normalisht kjo duhet të jetë tamam ashtu siç edhe ju thatë prezantim, sepse më vonë fillojnë ato frikrat, fobinë ndaj. Dgjoj, frika është shumë më individuale. Ka fëmijë që e duan dentistin, që janë të shumë të rrallë, po ka fëmijë që edhe janë pak gridavece dhe kanë atë frikën se si do shkoj, ç'a do më bëj. Por nëse vizitat e para kryen në këtë lloj forme, më tepër formë miqësore se sa pacient dentist, atëherë nuk ka pse të ketë dhe frikë fëmia, domethënë çdo gjë shkon. Se familiarizohet dhe me atë figurën. Sepse mirë është që trajtimet të fillojnë pas moshës 6 vjeç, që fëmia është pak më I rritur, kupton, komunikon, ndërsa kur është aq I vogël nuk arrin dot fare të bashkëpunoj me dentistin. E qartë. Në momentin që një fëmijë ka përdorur për shembull çuçin për shumë kohë. Ka probleme, jo vetëm ke çuçi, është edhe gishti në gojë që pak a shumë kanë të njëjtin rol. Më shumë janë probleme ortodontike për zhvillimin e nofullave sesa prishje ose infeksione. Këto janë pasojë afatgjate që pasqyrohen kur rritet ose në moshë adulte, gjë që duhet parandalohet në kohën e duhur. Eksakt, kjo është ajo pjesa çfarë paraprivet me pyetjen e parë, domethënë vizitat e para, sepse çuçi ose gishti në gojë janë ato pjesa e fazës së shkëputjes, shkëputja nga gjiri, përdorimi I çuçit dhe të gjitha këto normalisht ndikojnë edhe tek pjesa orale. Dhe shumë prindër e neglizhojnë këtë gjë, se është I vogël, se do ta heqë avash vet, por jo, duhen ca gjëra që e qartë. Por në momentin të paktën nga puna ime personale që merrem me fëmijë me çrregullim neurodivergjente, është pjesa që kanë këtë pjesën e dhëmbëve që prishen më shpejt, është një nga kriteret, domethënë që dhëmbët prishen shpejt ose mund të kenë këtë pjesën që dhëmbët dalin me vonesë. Sa gjatë gjithë kësaj kohë që ju jeni marrë me trajtimin e fëmijëve, ka patur kërkesa të tilla ose prindrit janë drejtuar tek ju, domethënë te fëmia që fëmia ka të vonesën në daljen për shembull deri në 2 vjeç e gjysmë nuk I kanë dalë akoma dhëmbët e parë, ose në moshën 2 vjeç e gjysmë fëmijës janë prishur të gjithë dhëmbët e qumshtit. Atëherë çdo gjë është kak pasojë. Domethënë prishjet nuk krijohen vet.
ka neglizhencë nga higjiena orale, nga dieta ushqimore, nga përkëdhelit siç janë vese të ëmbëlsirat, snackersa, domethënë këto gjërat çojnë në prishje të dhëmbëve. Pastaj dalja e dhëmbëve është një gjë fiziologjike, domethënë neve as nuk e ndalojmë dot, as nuk e përshpejtojmë dot. Ajo që ne mund të bëjmë është ta kontrollojmë, ta mbajmë në kontroll, qoftë me grafi dentare ose me kontrollet e shpeshta ke dentisti. Pastaj çfarë janë prishje, inflamacione, infeksione, këto kanë një shkak që janë krijuar. Ideja është që t'i parandalojmë sa më shpejt dhe sa më pak të jetë. E qartë. Sa rëndësishme është çfarë roli, domethënë luan pjesa rutinës së përditshme në higjienën orale tek fëmijët? Atëherë higjiena orale duhet të jetë e përditshme, kështu domethënë me pikëshuditse të madhe, sepse është njësoj si të lash duar, si të lash fytyrën, edhe goja duhet larë për ditë. Dhe jo vetëm një herë, duhet larë minimalisht 2 herë në ditë. Nëse lahet 3 herë në ditë akoma më mirë, por minimalja është 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Nuk është ideja që lave dhëmbët 2 herë dhe mbarove punë. Si ke larë dhëmbët, domethënë duhet të ketë një kontroll nga prindi gjatë gjithë kohës se si lahen dhëmbët. Zakonisht fëmijët mendojnë se po t'i prekin mishrat, mund t'i japin dhimbje ose diskomfort, kështu që e neglizhojnë këtë pjesë dhe lajnë gjysmën e dhëmbit, duke neglizhuar pjesën tjetër, ose këtej nga mbrapa për shembull nga nëmballët nuk lajnë fare, vetëm dhëmbët e parë. Prandaj duhet të jetë prezenca e një adulti, domethënë ose prindrit ose një motre vllai më të madh që ta kontrollojë se si lajnë dhëmbët. Shumë prindër thonë që se i lanë vetë se është i rritur. Deri në 7-8 vjeç fëmia duhet kontrollohet nga prindi. Nuk është vetëm një pyetje që i lave dhëmbët sot ose i lave dhëmbët në mëngjes, jo. Duhet të jesh atje ta kontrollosh. Kjo është e qartë. Te pjesa e rutinës së përditshme normalisht është shumë e nevojshme sepse një higjenë e mirë e gojës parandalon shumë gjëra dhe favorizon shumë gjëra të tjera, kështu që do i flasim edhe rrugës. Po gabimet që mund të bëj prindi zakonisht. Një ndër to ishte ajo që tha që hajt se i lan vetë dhëmbët, domethënë. Çfarë mund të jenë disa gjëra të tjera? Janë përkëdhelit, siç e thash edhe pak më herët, që po veprove mirë, po i lave mirë dhëmbët, ose po i lave në mëngjes, do t'jap një çokoladë, do t'jap një karamele. Këto gjëra domethënë nuk duhet të janë. E mira është, okay, do ketë përkëdheli nga prindi, patjetër, se ne nuk tham që të jenë të rep, domethënë, por një përqafim ose ndonjë stiker nga këto, një shpërblim tjetër që fëmijët mos mësohet me vese, sepse të ngrënit të ëmbla, të ëmbëlsirat janë vese, kështu që këto mirë është që ti parandalojmë, mos t'i krijojmë që të vegjël fare. E qartë, kjo pjesa vot të pjesa e përforcimit pozitiv pastaj. Kështu që ka dhe gabime të tjera, normalisht janë këto neglizhencat e kontrolleve periodike ke dentisti, që duhet janë një herë 6 muaj duhet patjetër fëmia të vi. Okej, kur ja kërkon dentisti më herët, patjetër që duhet të vi më herët, po norma është një herë 6 muaj që duhet të vi patjetër ke dentisti. E qartë. Ndonjë rast nga puna juaj i cili ka mbetur në memorien tuaj, domethënë pjesa që jeni habitur ose për shembull një fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç mund të ketë arritur domethënë atë gjendje dhëmbi i tij. Ka pasur disa herë që vinë fëmijë 2-3 vjeç që kanë mbushje masive në gojë ose dhe prishje masive. Infeksione të tepërta që nuk duhet të jenë. Këto janë problematika nga neglizhenca. Jo vetëm nga neglizhenca e prindit, sepse nuk dua që të fajsoj vetëm prindin, por edhe nga rrethi shoqëror, janë gjyshrit ata që i përkëdhelin shumë fëmijët edhe nuk e kuptojnë që bëjnë gabim nga ana tjetër. Mirë, po në të tilla raste edhe trajtimi është shumë i vështirë. Domethënë atë moshë është shumë i vështirë komunikimi. Ai një vetëm frikën, nuk të beson, domethënë duhet disa herë të vi tek ti dhe po arrite domethënë të bësh një marrëveshje. Është shumë e vështirë. Këto janë raste të rralla, por që kohët e fundit janë shtuar. E qartë. A mund të ndikojë një dhëmb i prishur në shëndetin e përgjithshëm të fëmijës? Nëse kap një dhëmb të prishur në kohë, nuk ndikon. Domethënë prandaj bëhen dhe kontrollet e rregullta ke dentisti, sepse ti nëse kap në filles prishjen, nuk ndikon ke fëmia. As ke vetbesimi vet, as ke shëndeti i tij.
nëse ti e lë këtë prishje për një kohë të gjatë, ai do shkojë deri në nerv, deri në infeksion dhe sjell pasoja afatgjatë. Gjë që mund të ndikojë patjetër ke shëndeti i fëmijës. Çdo gjë domethënë duhet bërë në kohën e vet. Në fazën normalisht. Patjetër që do prishen dhëm, po sa më pak të prishen aq më mirë është, por dhe ato që prishen, mirë është që të kapen në kohën e duhur. Në momentin që një fëmijë, domethënë në moshë të tillë 2 vjeç deri në 5 vjeç, ka dhëmë që janë të dëmtuara, mund të veprohet dhe mund të punohet me to. Ne përpiqemi patjetër. Domethënë ne e japim përpjekjen tonë që të kryejmë ato trajtimet që mund të kryejmë. Pastaj nëse kanë shumë infeksione, ne detyrohemi të bëjmë heqje të parakohshme që edhe këto japin problematika më vonë. Por ato që kurohen, ne përpiqemi që t'i kurojmë, ndoshta që me seancën e parë jo, por e këshillojmë prindin që të vini prapë pas një jave, pas 3-4 ditësh, ta provojmë edhe një herë derisa të bindet, domethënë kjo është e qartë. Pse disa fëmijë kanë më shumë problematika se sa disa të tjerë? Varet shumë edhe genetika. Domethënë genetika është ajo e para. Shkaku kryesor. Po. Janë disa fëmijë që nuk kujdesen dhe nuk kanë prishje në gojë. Janë shumë të tjerë që kujdesen deri diku, se edhe kujdesi tek fëmijët sa mund të arrihet dhe prapë u prishen. Smalti i dhëmbëve, ke dhëmbët e qumshtit është shumë më i dobët, shumë më i hollë, do për kujdesje më të madhe se ke dhëmbët e përhershëm. Dhe kjo ndodh që nga pakujdesia ato të prishen më shpejt se ç'e mendojmë ne. Te disa fëmijë smalti është më i fortë, ke disa të tjerë është më i dobët. Prandaj ndodh që disa janë më të prirur që të kenë kavitete orale se sa disa të tjerë. E qartë. Janë dhe këto pastaj veset, të thash ato të ëmblat, të përdorimi ushqimeve. Përdorimi ushqimeve për shembull lajnë dhëmbët mbrëmjeve dhe fillojnë pastaj hajnë prapë, domethënë në ëmbëlsira, çokolata, biskota, domethënë këto gjërat sjellin dhe pastaj ajo larja para normalisht nuk konsiderohet më, domethënë ajo bie poshtë si procesi domethënë i rutinës ditore, por në fakt është përngysur. Po, është bravo, është domethënë çdo gjë. Cilat janë ato pasoja të afatgjata të mosbatimit të rutinave të higjienës orale? Në momentin që ne nuk kryejmë një higjenë orale të rregullt, rutinë, domethënë 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje nga 2-3 minuta, po neglizhojmë këtë gjë, një ditë i lajm, një ditë si lajm, po edhe se si lajm. Eksakt. Këto na sjellin inflamacione në gojë. Domethënë zonat bakteriale janë të aktivizuara më shumë se në një gojë me higjenë orale të mirë. Dhe kjo, përveç se na sjell kavitete të shumta, infeksione, ne, siç thash edhe më lart, ne detyrohemi që të bëjmë heqje të dhëmbëve. Këto na sjellin probleme ortodontike. Kur kemi dhëmbin e qumshtit dhe infektohet, ne rrezikojmë që të na prishet dhe dhëmbi i përhershëm që është poshti. Që të mos rrezikojmë dhëmbin e përhershëm, ne fillojmë dhe heqim dhëmb qumshti dhe këtu mbyllet hapësira dhe fillojnë shtrembërimet e dhëmbëve, mos zhvillimi i nofullave siç duhet. Këto janë pasoja që ne i shikojmë edhe në moshë adulte sot, 30 vjeç, 40 vjeç, domethënë janë probleme që po su trajtuan në kohë do mbesin. A trajtohen më vonë, patjetër çdo gjë trajtohet, por e mira është që trajtohet në kohën e vet. E qartë. Pjesa për shumica e fëmijëve kur janë të vegjël kanë një ndër faktorët përveç higjienës, është ajo pjesa që fëmijët zakonisht fusin objekte në gojë, gishtat, ose për shembull mund të hanë me duar palara, ose normalisht si në familje, si në kopësht ku mund të jenë, domethënë ose klasa e parë e dytë, normalisht nuk e kanë këtë tendencën, domethënë e pastrimit. A është ky përsëri një faktor tjetër shumë i rëndësishëm? Patjetër që është, por fëmijën nuk mund ta kesh në kontroll gjatë gjithë kohës. Ç'a prek, por për aq sa e ke në kontroll, mirë është që ta kontrollosh te kjo pjesa, mos fusi çdo gjë në gojë. Kim dëgjuar dhe fëmijë që rriten në përbaçe, në shtëpi private që fusin dhe në gojë, domethënë nuk ka objekte të ndryshme që ata nuk i njohin, sepse fëmia është natyrë e tillë e kuriozitetit që do të provojë, të preki, të shijojë çdo gjë, të nuhasi.
këto ndikojnë ke bakteret e gojës, por çdo gjë me kontroll. Domethënë nëse arrin ta kontrollosh fëmijën, e parandalon edhe këtë pjesë. Shumë vesi shtuar kohët e fundit, me që nëse ra fjalat e gishtit në gojë, janë thonjt, domethënë shumë fëmijë i hanë thonjt. Sidomos mosha adulte njerë i kanë ushqimin e tyre të preferuar. Është shumë e vështirë. Ngrënia e thonjve është një ves shumë i keq. Përveç se thonjë mbartin shumë baktere, edhe pse ti i lan duart, ato mbartin shumë baktere dhe nuk duhet që të hanë thonjt. Kur vendosin aparate, fëmijët e kanë shumë të vështirë për të ngrënë thonjt. Ky është i vetmi moment në jetë që ose do ta heqin si ves, ose kur të heqin aparatin do ta shtojnë më tepër se ç'duhet. Por çdo gjë do kohën e vet dhe durim. Domethënë do shumë durim, do shumë komunikim me fëmijën, që mos bëj këtë se kjo sjell këtë pasojë. Duhet t'i shpjegojnë qartë. Nuk po them në mosha 5 vjeç, sepse ai nuk arrin dot që ta kuptoj. Por në mosha 8, 9, 10 vjeç që ai e kupton, atëherë po, duhet t'ia ngulitesh në kohë që kjo është gabim. Siç mund të jenë shumë vese të tjera, edhe kjo është një ndërto. Një nga ushqimet që është armiku i dhëmbit, sheqernat, sidomos sheqernat ngjitse, siç janë çokollatat, karamelet, janë këto ëmbëlsirat që janë kështu si gomin, Haribo quhen, se kanë këto nga që ngjiten në sipërfaqen e dhëmbit dhe qëndrojnë aty për një kohë të gjatë. Këto janë armiku numër 1. Kanë shumë acide derisa e shkatrojnë dhëmbin. Nuk e kam te sasia, se sa e kam ke frekuenca. Sa më shpesh të hahen, aq më e dëmshme është. Më mirë ha një ëmbëlsirë në vaktin kryesor, domethënë hëngre drekën, mund të hash një tortë të vogël ose një çokoladë ose një kek, se sa ta hash mes vakteve dhe shpesh. Domethënë çdo gjë që marrësh çdo një orë, domethënë shpesh, domethënë ajo është armik kështu. E qartë po pjetë e gazuara. Edhe pjetë e gazuara, biles pjetë e gazuara kanë diçka tjetër që është akoma më e keqja, prishin strukturën e dhëmbit në brendësi pa e kuptuar. Domethënë nëse ëmbëlsirat bëjnë zgavër dhe janë të dukshme, ngelin ushqime dhe fëmia e kupton që diçka e pengon atje dhe normalisht do vi ta shikoj prindi ose dentisti, te pjetat e gazuara shpesh nuk ndodh kjo gjë. Fillojnë prishjet në brendësi të dhëmbëve dhe nuk duken fare. Derisa shkojnë në nerv dhe japin atë dhimbjen e tmerrshme që kur të vinë pastaj fëmia në klinik nuk të rrit dot fare, sepse dhimbjet janë më të forta. Janë shumë traumatike që fëmijët të qëndrojnë në poltron. Prandaj fëmia duhet të vijë ke dentisti pa filluar dhimbjet. Ndoshta kontrollet rutinë ashtu siç e përmendë janë ato të cilat e ndihmojnë për të arritur atë nivel dhimbje që fëmijët e pastaj mos kalojnë atë frikën. Po ushqimi që është ai që e ndihmon dhëmbin, që fëmijët të kenë një dhëmbë të shëndetshëm. Ka ushqime të shëndetshme siç janë bulmeti, kosi, djathi, qumshti, këto duhet jenë në çdo vakt ke fëmia. Domethënë pikërisht këto, sepse janë të pasura me kalcium dhe fosfor. Këto minerale rimineralizojnë dhëmbin, qoftë të qumshtit, qoftë të përhershmin. Djathi sidomos rrit përshtymën në gojë dhe kjo përshtym na bën që bakteret të fillojnë edhe të neutralizohen dhe pH-i në gojë të neutralizohet. Këto janë ushqime që nuk duhen të mungojnë ke tavolina e fëmijës. Për zhvillimin njëherë, jo vetëm të dhëmbëve, por të gjithë kockave. Por me që nëse jemi me këtu ke dhëmbët, atëherë tek dhëmbët është shumë e rëndësishëm bulmeti. E qartë, po nga ajo çfarë ju keni vënë re në punën tuaj, për shembull për prindrin mund të jetë një ushqim i shëndetshëm, por në fakt është e kundërta asaj çfarë prindri mendon. Janë lëngjet e frutave. Lëngjet e frutave qoftë bio, domethënë mund të jenë 100% fruta, moll, portokalla. Ato nëse shtrydhen e humbasin fibrat, vitaminat dhe ti merr vetëm sheqerin. Sidomos kur i japin një herë kështu me biberon, që ja japin për të fjetur gjumë, ajo është armiku numër 1.
Ushqimi me biberon nuk duhet përdorur për të fjetur gjumë. Duhet jetë zgjuar, fëmia do e pi, do iki, do laj gojën, por në momentin për ta qetësuar për të fjetur gjumë, do japim përsëri. Se gjatë gjumit nuk kemi përshtym dhe në gojë ka baktere të shumta. Kjo e bën që nëse ti ushqes ose ke çokoladë ose ushqime të ndryshme në gojë, kjo të kalojnë në prishje të dhëmbëve. Kështu që nuk duhet. Nuk duhet të përdoren edhe pjesa, pavarësisht se ne e konsiderojmë si një qëllim i mirë. Eksakt, shumë të shëndetshëm. A ka orar të gabuar për të ngrënë ëmbëlsira? Mua nuk më pëlqen mbasditja. Do me thënë kalon ora 6-7, për mua nuk duhet përdorur ëmbëlsirë. Konsumimi ëmbëlsirave. Fare. Edhe mes vakteve, si thash më parë, më mirë tash në vaktet kryesore se sa mes vakteve. Por mbasditja nuk duhet konsumuar. Jo vetëm ke fëmijët, edhe ke adultët. Kështu që po ke fëmijët, njëherë nuk duhet konsumuar. E qartë. Përdorimi i junk foodeve, sepse jeta sot është bërë shumë e shpejtë, shumë e vrullshme dhe snacksat, nëse konsumohen, domethënë më shumë se sa vaktet e shpeshta, sa ndikojnë këto? Ndikojnë më tepër në zhvillimin e fëmijës, sepse patjetër që këto lloj ushqimesh nuk krahasohen me një vakt të plot, që ti merr proteinat, merr mineralet, merr karbohidratet që i duhen fëmijës të zhvillohen. Nuk krahasohen dot. Domethënë ke shumë prindër që thonë i dash në orën 9 biskota, pastaj në orën 11 i dash çokoladë, pastaj në orën 12 i dash ku di unë krakersa, dhe nuk ka ngri mëngjes sepse me këto e mbylli. Këto nuk ka ngrënë fare mëngjes. Domethënë ai nuk është ushqyer fare si fëmijë. Dhe patjetër që ndikojnë edhe në gojë, edhe në organizëm, edhe në shëndetin e përgjithshëm të fëmijës. Vakti është vakt, nuk mund të krahasohet me gjërat ato të shëndetshme që përmbajnë dhe përmbushin nevojën fiziologjike të fëmijës. Duhet patjetër ke fëmia të ketë vaktin e vet, mëngjesin, drekën, darkën. Për një zhvillim më të mirë dhe për një shëndet më të mirë, patjetër. Këtë që sapo thatë një zhvillim sa më të mirë, për të patur një zhvillim dhëmbi sa më të mirë, cila mund të jetë rutina, për shembull për prindin që nuk e din, ose ajo që ju sapo përmendet, për prindit ai çfarë mund të jetë ai kosi ose ai qumshti me banane për shembull ose qumshti me biskota në mëngjes mund të jetë një ushqim shumë i mirë mendojnë ata. Sipas jush, çfarë mund të jetë një rutinë për shembull ditore? Atëherë, ushqimi gjithmonë duhet të jetë qumshti në mëngjes, sidomos pastaj me çfarë shoqëron me banane ose me fruta të tjera ose me ndonjë vezë. Okej, këto janë shtesa që ti mund t'i bësh vetë si prind. Por qumshti duhet jetë patjetër, djathi duhet jetë në drek patjetër dhe kosi duhet jetë patjetër në darkë, për shembull. Nëse i shoqëron me fruta akoma më mirë. Ose me karbohidratet, mund të jetë një fet buk, jo më shumë, një fet buk për shembull me avokado, me vezë, me domate, këto gjërat që fëmia edhe kur ka qenë shumë më i vogël është mësuar që t'i ha dhe nuk e ka bezdi. Ndërsa po ta shoqëroj me çokoladë që në mëngjes, me Nutella, gjysmë buke për shembull me Nutella, ajo është tmerr, është një bombë. Kështu që duhet, kjo është keq informim ose mos informim i prindit. Dhe janë dhe këto përkëdhelit që nuk e ha këtë, po më bëj këtë. Po pjesa, ajo që ju përmendet edhe pjesën e qumshtit, sepse shumica e fëmijëve nuk është se pinë qumshtin pa sheqer. Dhe normalisht, për shembull, ka raste që kam dëgjuar, normalisht në përditshmëri në punën që unë bëj, është pjesa që e pinë shumë qumshtin, por normalisht ai duhet t'i hedhësh një sasi të konsiderueshme sheqeri, sepse nuk arrin që ta pi, për shembull, sepse ai nuk dëshiron të haj, por qumshti pastaj në çdo moment që ai përdoret është ka një sasi të konsiderueshme sheqeri. Jo, qumshti duhet të jetë sa më natyral. Në mos natyral 100% mund ta bësh smoothie. Mund ta bësh smoothie me fruta pylli ose me banane që ti heqësh atë shijen e qumshtit. Ka alternativa se si mund ta marrë qumshtin. Sheqeri qoftë edhe mjalti shumë i tepërt i bën mund të përdoret. Domethënë mund të përdoret me sasi të vogla. Jo
3 lugmjal, domethënë, ajo nuk çdo gjë në sasi të duhur normalisht. Tani të kalojmë edhe një herë tek ajo pjesa e fobisë nga dentisti, sepse shumica e prindërve ankohen për pjesën që nuk i çojmë dot çajin, kemi vajtur 5 herë dhe s'kemi ndërhyrë asnjëherë ose nuk e kemi hequr dhëmbin asnjëherë, duke filluar edhe nga dhëmbët e qumshtit, sepse është ajo pjesa që shumë prindër për shembull arrin ju dalin dhëmbët e tjerë dhe akoma nuk i ka rënë dhëmbi i qumshtit. Janë bërë dy dhëmbë bashkë dhe kanë frikë dhe shumica e prindërve tani kanë edhe atë frikën që okay, lëre ti bie vet, po ndërkohë është pjesa e dëmtimit të dhëmbit të ri. Kjo ndodh nga pasqyrimi i frikës së prindrit ndaj fëmijës. Prindrit vet pa u vënë faj kanë trauma vet nga dentisti. Duke qenë se në një kohë më përpara kushtet kanë qenë të ndryshme nga sot, kanë frikën se edhe fëmija e tyre do ketë ato traumat që kanë kaluar ata, por nuk ndodh ashtu. Gjërat kanë ndryshuar. Edhe nëse prindi thot fëmijës, po dëgjoj, nuk do ndodhi asnjë gjë, nuk do ndjesh gjë. Ai e kupton që nga tonaliteti i prindit që ka diçka që nuk shkon, domethënë prindi ka pasiguria, transmeton në mënyrë indirekte atë pasiguri. Unë kam vënë re edhe ke klinika kur kam prindin aty ke koka dhe i thot, po nuk do ndjesh gjë, po hape gë. Domethënë ai edhe shikon, domethënë çfarë do më bëjnë tani. Fëmijës duhet t'ia përcjellësh sa më normale. Do shkosh ke dentisti, si gjithë të tjerë, do bëjmë dhëmbin edhe kaq. Nuk duhet t'ia shtosh me këto tonacionet e zërit që her ulen, her ngrihen. Dhe ai dyzohet, domethënë ai mendon tani që unë do shkoj, pa leku do më çojnë këta. Dhe kur vin ke unë, sepse ky muhabet është bërë që në shtëpi, në makinë, rrugës, para përgatitur. Po, dhe kur vin tek unë, që unë e trajtoj si një gjë normale, ai e ka thithur në mendjen e vet që unë tani jam në rrezik. Dhe unë nuk do bëj asnjë gjë sot. Pavarësisht se ai nuk e di fare se ç'do bëj. Mund të jetë edhe herë e parë, thjesht një vizitë, një kontroll. Mund unë mos bëj as edhe një gjë. Ai prapë e ka të ngulitur në mendje që unë nuk do ulem te ky poltron. Por në raste të tilla si veproni? Unë e lë fëmijën, nuk patjetër që nuk e ul me dhunë, sepse nuk do fitoj gjë, përkundrazi do përkeqësoj situatën. Thjesht i jap kohë fëmijës. I them prindin do ma sjellësh prap, do ta kërkoj vet fëmia që të vi ke dentisti. Normalisht jam në një lavz, një si lavz dhurat, domethënë këto gjërat që ai të vi përsëri ke unë, por do durim nga prindi. Nuk duhet të heqin dorë me një herë. Do konsistencë. Që fëmia mësohet. Po, ai mund të vi prapë në dytë dhe mund të bëj po të njëjtin sjellje. Po prap do durim, do ta sjellësh prap. Ne nuk mërzitemi si dentist, domethënë ne këtë punë kemi derisa ta bindim dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të bindësh një fëmijë që në fillim të bën atë distancën direkt, domethënë, por do shumë durim nga prindi. Dhe unë e kam vënë re dhe më vjen shumë keq për prindin që ndonjëherë nervozohen që se edhe ata vetë nuk e kanë kohën që të vinë 100 herë te dentisti. Por një sakrificë duhet bërë, sidomos në këto raste duhet bërë një sakrificë. E qartë. Normalisht është ajo pjesa që ju sapo tha që duhet të përgatitet fëmia, por në momente që nuk arrin ose fëmia nuk e ka atë nivelin e të kuptuarit ose një zhvillim normal për moshën që ai ka, për mosha kronologjike me moshën mendore, nuk janë në barazim, në ekuilibër. Dhe si arrini në të tilla raste? Mua më pëlqen që kur fëmia vjen për herë të parë të jetë vetëm bisedim. Jo bisedim për tema dhëmbësh. Fare. Diçka jashtë kësaj. Dhe ti e kupton natyrën e fëmijës, ti e kupton nivelin mendor të fëmijës. Neve patjetër na kanë ardhur në klinikë edhe fëmijë me probleme si autik ose si sindrom Down që janë shumë të vështirë komunikimi. Por edhe te këta kemi arritur një lloj komunikimi. Ti do biesh në nivelin e atyre, do jesh njësoj me ata. Që ata të bëjnë mik, jo të bëjnë dentist. Domethënë kjo është çelësi, që ti të jesh miku i tyre. Të jeni shok dhe të jesh në një nivel me ata. Nëse ti krijon atë autoritetin që jo duhet të rish, se them unë, se aty e ke humbur për gjithmonë. Sepse ai, ka prindin në shtëpi, por nuk mund të ketë ty dentistin. Tani tregojmë.
Kështu që duhet jemi në një nivel me ata. Prandaj mua më pëlqen që fëmijët të vinë për të parë dentisti kur nuk kanë probleme. Kur unë nuk duhet detyroj që t'ja hap gojën me zorë dhe t'i them që duhet ta bëjmë tani, se po se bëm tani do kalojnë infeksion. Jo, takimet e para duhet të jenë sa më miqësore, sa më të qeta. Të jenë thjesht shpjegime që ja kalon avioni, ja llampa magjike, janë këto gjërat që ai normalisht nuk i kupton, por që ti ja thua me përkëdheli që ai ti marri me qef. A ka gjëra që si pëlqejnë? Patjetër. Edhe neve ka gjëra që nuk na pëlqejnë ke dentisti. Por avash domethënë mund të krijosh ato relatat që ai të ketë besim ke ti. Domethënë kjo është Chelsea kryesor. Po, dhe këto bën vetëm me takimet e para që janë sa më miqësore. Të krijosh besimin e fëmijës. Po në momentin që nuk arrihet përsëri kjo pjesa dhe ka arritur domethënë si keni arritur ta zgjidhni ose pjesa pastaj me anestezi ose si ka vazhduar procedura? Për shembull, një fëmijë ka infeksion ose duhet të trajtohet dhe duhet të hishet dhëmbi ose duhet të veprohet të rregullohet. Çfarë keni bërë në të tilla raste? Kanë qenë raste të vështira, patjetër që kemi vepruar, se kur ke raste që duhet në ndërhysh, do ndërhysh, por ndonjëherë nuk kanë qenë dhe të suksesshme. Sigurisht do ketë tani tregojmë do ketë gjithmonë dhe raste jo të suksesshme. Por i kemi ndarë me faza, domethënë ti e provon, i bën anestezin, sigurisht që ai nuk duhet të dëgjojë fjalën dhimbje, nuk do të dhëm. Edhe nëse i thua nuk do të dhëm, prap ai nuk duhet ta dëgjojë si fjalë. Nuk duhet të shikojë instrumenta që mund ta traumatizojnë ose të shikojë gjilpërën. Këto janë gjëra që deri diku ti mund të arrish të veprosh me fëmijën. Nëse ai nuk shikon gjëra të tilla, pastaj nëse një gjë të vogël të nuhasi, ai nuk ta hap më gojën e mbyll kështu. Por unë e lë edhe me faza, domethënë nëse ka një dhëmë me infeksion, do t'ja lë me një ilaç dhe ti do vish prap, domethënë janë këto gjëra që patjetër. Që herës tjetër ta di të jeti informuar. Unë ja shpjegoj dhe gjatë procedurës që tani do vendosim një lëng të bardhë, një lëng të blu, tani do i hedhim ujë, ajër që ai të humbasi mendjen nga gjërat që unë i bëj. Më mirë të ketë fokusin ke unë se ç'a them, se sa zana e dhëmbit. Kjo është e gjitha. Dhe normalisht edhe fëmia patjetër që deri diku domethënë në shumicën e rasteve arrin eksakt, sepse janë fëmijë. Është natyra që do harohet, kështu që ndonjë këshill për prindrit te kjo pjesa, për shembull kur është momenti që ata nuk ja dalin dot. Po. Gjithmonë mund t'ja dalësh me fëmijën tënd. Besoj. Domethënë ti e ke në dorë që ta bindësh. Ti sa e njeh ti fëmijën tënd nuk e njeh askush. Patjetër që duhet të marr informacionin që në fillim, që kur ai është 6 muajsh, domethënë sa më herët të merret informacioni nga prindi për higjienën orale, për këshillat, për mënyrën se si do ja përcjellësh fëmijën, marrëdhënie me dentistin, që ti duhet të shkosh ke dentisti. Nëse ti i merr këto informacione në kohë, çdo gjë do shkojë siç duhet. Nëse ti neglizhon këto informacione, edhe nga frikat e tua, domethënë sepse ndonjëherë prindrit janë të tillë që ama ti lëm, do dëm qumshti janë, pse ti shkaktojmë dhimbje dhe traumë një fëmije kaq të vogël. Po ndërkohë, nëse ti neglizhon aty, patjetër që do i shkaktojë traumë, sepse do i fillojnë dhimbjet. Dhe nuk janë dhimbje që të lën pa gjumë, janë dhimbje koke, ai humbet përqendrimin në shkollë, ikën vetbesimi, rrjeti social i tij është më i vështirë pastaj sepse nuk arrin të komunikojë nga dhimbjet. Nuk arrin të ushqet, fillon shkëputet e para. Janë këto gjërat që nga frikrat e prindërve shkaktohen këto gjëra, domethënë. Është qartë. Cila mund të ketë qenë mosha që prindri, për shembull, në rastin tuaj një mesatar, për shembull, nga komunikimi që keni patur me prindrit, mosha mesatare e fëmijëve që ata për herë të parë kanë çuar fëmijët te dentisti? Janë 6 vjeç, 6-7 vjeç. Është pak vonë. Ndoshta nga që fëmia nuk ka pasur ndonjë shqetësime. Është qartë. Por unë besoj që edhe është dhe rutina e tillë, domethënë nuk u vë faj prindërve. Është një rutinë që
ku ta qosh fëmijën më përpara, dhe shikoj dhe që ke dentisti me zi e gjejnë kohën. Por nëse ti bën kontrollet ato miqësoret që tash në fillim, ato nuk zgjasin më shumë se 5 minuta, do me thënë janë një gjë shumë shumë bazike, shumë e kollajt. Dhe kjo është mosha, mirë që i sjellin dhe aq, do me thënë është gjë shumë e mirë, sepse janë mosha që fillojnë fëmijët dhe neglizhojnë ca gjëra, përtojnë të lejnë dëmbët, hanë më shumë gjëra që nuk janë të mira. Dhe aty patjetër është mosha që fillon dhe problemet, dhe prandaj dhe fillon kjo mosha vinë më tepër ke dentisti. Po gjithsesi këto kohët e fundit sikur shtuar më shumë kjo pjesa e ndërgjegjësimit për higjienën orale. Sepse edhe nga kopshtet, shkollat edhe ka filluar të normal, edhe informacionin sot e merr shumë kollaj, dikur nuk e merrje dot, edhe ke dhe shumë informacion, nuk është se ke pak, domethënë ke të bollshëm informacionin. Por e shikoj edhe që ke shkollat bëjnë punë, sepse mua më vinë prind ose fëmijë që thonë që mua më tha ajo dentistja ke shkolla për këtë dhëmbin. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Dikur nuk ishte, po tani është shtuar goxha dhe është shumë gjë e mirë. Normal, kjo pjesa e ndërgjegjësimit është ajo çfarë duhet të kishte ndodhur më herët. Nga shkollat fillojnë, domethënë higjiena orale është edukim, është kulturë, nuk është thjesht haj se i lava edhe. Se duhet ta bëj si. Është edukat, domethënë mua më vjen edhe fëmijë nga vendet perëndimore që janë me furçën në dorë. Neve nuk besoj se do arrim aty, por që kontrollet duhet i bëjmë. Domethënë duhet fillojnë të bëhen rregullisht 1 në 6 muaj duhet patjetër. Përveç kontrollit, në momentin që një fëmijë vazhdon rutinën e tij, domethënë të higjienës, sa herë duhet të ndryshohet furça e fëmijës? 1 në 3 muaj, po edhe 1 në 6 muaj është okay. Për mua 1 në 3 muaj. Furça nëse fillon fijet i dalin nga furça, domethënë që fillojnë edhe u prishet forma, duhet ndruar furça patjetër. Në momentin që fëmijët vinë ke dentisti për të bërë kontrolle rutine, patjetër që bëjnë dhe pastrimet e gurzave. S'ka gurza duhen pastruar. Duhet bërë një pastrim profesional ke dentisti. Dhe sa herë që bëhet ky pastrim, unë patjetër që rekomandoj të ndrohet furça, sepse bakteret e vjetra mund të ngjisin ke dhëmbët. Kështu që mirë është që të ndrohet furça në të tilla raste. Furçat patjetër janë të ndryshme, nga mosha edhe pasta dhe furça janë të ndryshme. Po, edhe kjo është një informacion shumë i rëndësishëm, se mendojnë duke parë ato të ekspozuara në supermarket ose farmaci dhe thjesht të bukura me ngjyra, me kartons, është ajo pjesa që ndoshta nuk zgjedhin ato të durën për fëmijën. Është edhe pjesa e ashpërsisë, masa e furçës. Atëherë, furçat nga mosha të ndryshme, preferoj që në mosha shumë të vegjël, 0 deri në 2 vjeç për shembull, të jenë me koka silikoni dhe me furçë të butë, domethënë të jenë soft që lexojnë për shembull, ose ultra soft që janë të buta. Këto lloj furças, domethënë normalisht sa më shumë rritet që kalojnë vitet, kalon 6 vjeç për shembull, nuk do i marrësh me silikoni, do i marrësh plastike siç janë të tjerat, por duhet jenë gjithmonë me qime të buta. Kjo sepse nuk ka shpërson gingivat dhe ja bën sa më komode dhe sa më të lehtë fëmijës për të pastruar dhëmbët. Kokat e furçave ndryshojnë në bazë të moshës. Koka e furçës që është sa më e vogël duhet jetë sa gishti i vogël i dorës, pastaj normalisht vjen edhe duke u rritur. Rekomandoj shumë furçat elektrike për fëmijë, sepse duke qenë se fëmia nuk arrin dot të fërkojë siç duhet. Furçat elektrike bëjnë atë që ne nuk e bëjmë dot manualisht, e bën vet furça elektrike. Përveç furçave dhe normalisht pjesa e kontrolleve, tek moshat e vogla përdorimi i çuçove ose biberonave. Ato normalisht që ndikojnë edhe përdorimi i zgjatur tyre në kohë. A ka ndonjë rëndësi normalisht pjesa e cilësisë ose kjo siç përmendëm te furçat, ashpërsia ose matësia? Çuçat, nuk ka ndonjë rëndësi. Mirë është që të merren të cilësisë europiane, domethënë që shkruajnë CE tek amballazhimi, që të jenë firmë dhe markë sa më mirë, mos kryej irritime ose alergji. Por këto duhen provuar se nga fëmia në fëmijë ndryshon, mukoza nuk është e njëjtë.
normalisht në për farmaci jepet informacioni i duhur i produktit. Produktet sot janë nga më të ndryshme dhe vinë nga gjithë bota i gjenë në Shqipëri. Kështu që ti e ke vetë në kontroll që të marrësh markën e duhur edhe produktin e duhur për fëmijën tënd. Por edhe çuçi duhet mbajtur deri në një kohë të caktuar, jo për gjithmonë. Kjo është e gjitha. Pastaj ke pjesa e pastave, se nuk e lart përmenda. Pjesa e pastës është shumë e rëndësishme që të ketë përmbajtje fluori. Nga mosha 0 vjeç deri në 3 vjeç duhet jetë me përmbajtje rreth 1000 ppm fluor. Pastaj nga mosha 3 deri në 6 vjeç 1000 deri në 1450 ppm dhe sipër kësaj moshës, domethënë 6-12 vjeç, gjithmonë 1450 ppm. Fluori është shumë i rëndësishëm sepse na bën forcimin e smaltit. Ne marrim edhe nga kripa e gjellës ose nga uji i pishëm gjithmonë, por nuk mjafton. Pasta kryen një rol direkt ke dëmbi. Sigurisht edhe ke dentisti jepet një dozë e shtuar e fluorit, 1-6 muaj nuk e rekomandoj më tepër. Sidomos ke dhëmbët që kanë tendencë për kavitete, që janë të dobët. Jo vetëm ke dhëmbët e qumshtit, po sidomos ke dhëmbët e përhershëm kur dalin. Duke qenë se fëmia është shumë i vogël dhe nuk arrin prapë që të ketë atë kujdesin, por ato janë dhëmbë të përhershëm dhe ai ti nuk e kupton rëndësinë e këtyre dhëmbëve, duhet patjetër një ndihmë nga dentisti, përveç larjes rutinë që nuk e diskutoj fare, por që duhen këto ndihmat nga dentisti, domethënë higjiena profesionale që vinë e bën pastrimin e kurseve si dhe përdorimi i fluorit. Okej, ju përmendët shumë gjëra normalisht që mund të jenë shumë të vlefshme për ato të cilët i dëgjojnë, por a do ishte më mirë sikur fëmia të merrte tamam një trajtim në thonjza të personalizuar individuale, ato për shembull që nga përdorimi i furçës, pasta ose pjesa e trajtimit të konsultave 1 herë në 3 muaj, 6 muaj, do ishte më mirë ndoshta kjo çfarë do i duhej një fëmie? Atëherë, unë mendoj që furçën dhe pastën fëmia duhet ta zgjidhë vetë, që ta bëj sa më argëtuese dhe ta ketë sa më qef larjen e dhëmbëve. Sigurisht që nuk është mirë ta ketë me përmbajtje menteje, sepse nuk do t'i pëlqej, por duhet ta zgjidhë vetë, edhe furçën, ngjyrat, ato kartunsat. Ta zgjidhë vetë, por përmbajtje nga mbrapa sigurisht që ta lexoj prindri për përmbajtjen e fluorit. Nuk duhet ta gëlltisi pastën, prandaj duhet jetë dhe prindi gjatë gjithë kohës atje. Patjetër që kontrollet duhet të jenë dhe do jenë rutinë patjetër që kryen një rol shumë të rëndësishëm. Edhe fëmia mësohet me këtë gjë, sepse ndryshe nga prindrit tanë ose nga mosha më të mëdha që ne iknim ke dentisti kur kishim dhimbje ose ndonjë shqetësim, sot brezi duhet jetë komplet i kundër, duhet të shkojnë edhe kur nuk kanë shqetësime, duhet i parandalojnë. Pse duhet të kesh shqetësime kur mund ta parandalosh? Kjo është çelësi. Nuk e kemi bërë akoma kulturë atë pjesën, por ka ndryshuar. Dentistët e bëjnë shpesh këtë gjë dhe unë e shikoj që prindrit kanë një interes, domethënë u pëlqen kjo gjë dhe janë të gatshëm. Ai thotë që doja kursej vetes ama fëmijën do ta sjell dhe shikoj që është kjo gjë. Dhe është gjë e mirë, jemi në rrugën e dur. Eksakt, sa po kemi filluar, por jemi në rrugën e dur. Do akoma përsëri shumë punë. Por fillimi është gjysma e rrugës. Cila do ishte një këshill që ndoshta për ty është shumë e rëndësishme dhe që e ke kështu për të gjithë prindër që vinë te klinika juaj? Po, gjithë intervista sot ishte një këshill shumë e madhe. Ajo që unë do theksoja është që të marrin informacione, të pyesin, të mos hezitojnë, domethënë për çdo problematikë që kanë, mos ta t'ia kushtojnë vëmendjen. Nëse fëmia i thot për shembull që dëgjoj, mua ndjej këtë dhëmbin, mos ta neglizhojnë, domethënë të marrin në telefon, të pyesin, nëse nuk e kanë kohën, nëse kanë kohën le të vinë. Dentisti është gjithmonë i gatshëm të ndihmojë, prindër, fëmijë, është gjithmonë në detyrë për ata. Kështu që kjo është këshilla e vetme që un kam. Konsultoni, merrni informacionet e duhura.
E qartë, faleminderit. Ndoshta kjo pjesa e vizitës te dentisti duhet të futet si një formë, pothuajse siç bën vaksinat e moshave të ndryshme, duhet të jetë një formë. Po, dhe unë e kam kështu, biles te klinika ime, unë i lemëroj çdo 6 muaj për shembull, u çoj mund të jem edhe bezdisshme, po gjithmonë u çoj mesazh që ka ardhur koha të kontrolloheni. Ndoshta kjo është ajo që do i shtynte prindrit që patjetër se unë e kam bërë për rutinën e tyre, domethënë sepse vinë shumë prindë të thotë na doli nga mendja, po e kisha shënuar, po nuk u kujtova, po dhe unë i kuptoj shumë mirë dhe për të shmangur këtë gjë, unë i bëj kështu remind, domethënë lajmëri. Ndoshta është një gjë shumë e mirë kjo, përveç atyre ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit ose informimit, kjo është ajo akoma një shtys më e madhe që janë shumë të kënaqur, domethënë faleminderit thonë që më lajmërove se ndoshta këtë gjë duhet ta bëjnë të gjithë dentistët që çdo prind të jetë i shtyrë të marrë atë pjesën, sepse ashtu siç edhe e theksua pak më parë, jeta e shpejtë, rutina e përditshme, ndoshta kur fëmia është okay dhe shikon okay te pjesa, jo vetëm për dhëmbët, por në çdo lloj aspekti, domethënë nuk është se gjejnë atë kohën që të investojnë te fëmia e tyre, sepse në fund fare është investim. Investim është edhe përkushtim. Domethënë do kohën e vet. Kështu që ti duhet ta programosh, ta planifikosh, domethënë do një kohë të duhur që ti përkushtohesh kësaj gjës. Por çdo gjë bëhet me durim, me sakrificë. Nëse ju do zgjidhit ta themi një zakon përveç rutinës, cila do ishte ai që do dëshironi që çdo fëmijë ta kishte? Përveç larjes së dhëmbëve, që prapë është e padiskutueshme, është dieta ushqimore shumë e rëndësishme, që ata vetë nuk është se kanë dorë, por adultët që rrethohen e kanë dorë dhe mund ta kontrollojnë fëmijën. Tjetra është konsumimi i ushqimit në orët e vona të natës, domethënë para se ata të flënë gjumë ose kanë larë dhëmbët edhe fillojnë konsumojnë gjëra të tjera. Kjo është këshilla, sepse ata bëjnë pa vetdije, por ndërkohë kjo ka një pasojë. Kështu që kjo është këshilla e vetme që un kam. Përveç larjes, domethënë larja është e para, nuk diskutohet. E qartë. Ndonjë gjë të fundit që dëshironi të shtoni për të gjithë ato që na dëgjuan? Unë dua t'ju falenderoj juve një herë. Faleminderit shumë të mirë të gjithë. Dhe këto janë emisione të cila janë shumë të mira të bëhen, sepse si thash, informacioni sot është shumë i madh, por ndonjëherë nuk është i saktë, nuk është i duhur. Dhe nuk është i duhur, patjetër. Duke ftuar profesionist, atëre u jepni mundësi jo vetëm prindërve të rinj, por edhe ata që xha janë bërë prindër ndër vite, merret një informacion që nuk e kanë ditur më përpara, sepse do bëjmë nipër me mbesa dhe duhet ta dinë. Domethënë këto janë informacione që nuk duhet të mungojnë dhe këtë kisha, domethënë t'ju falenderoja juve për programin tuaj. Shumë faleminderit. Normalisht siç edhe ju ishit të ftuar, ky podcast përfshin vetëm profesionistë të gjithë fushave të zhvillimit, gjithashtu të shëndetit, edukimit, domethënë që i dedikohet vetëm fëmijës dhe normalisht që prindri të jetë informuar ashtu siç duhet dhe urojmë që prindrit, domethënë të marrin atë çfarë ju duhet, domethënë. Shumë faleminderit që ishit sot. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës.